kupton se për çfarë po flas. Edhe një pyetje tjetër, pastaj do shkoj edhe tek Fationi dhe më pas te Karamuço të gjithë paneli. Pra, ishte policia e Shkodrës fillimisht që shkoi, më pas kërkoi ndihmën e forcave Renea, forca më të specializuara dhe më pas pati një grup negociator që negocioi me dy personat që të dorëzoheshin dhe ka patur mbi 10 orë, ka procedura 12 orë. Ka procedura standarde të forcave Renea, ka grup negociatorë. Ka patur rezistencë nga Uka dhe Cumaraku? Nuk ka patur rezistencë. Thirrje nga brenda banesës? Patjetër që janë dëgjuar thirrje që përdoren nga to individ, nuk do doja që ti citoja. Fundamentaliste? Thirrje fetare, fundamentaliste, dhe grupi negociatorëve ka arritur që t'i lodh, po themi, sepse fillimisht... Më ka bërë përshtypje se kam lexuar në media ju jeni shejtani... Paka shumë thirrje të kësaj kategorie, siç janë përdorur dhe në gjykat, pra këta nuk e njohin shtetin në të ndryshe, pra nuk e njohin autoritetin e shtetit, nuk njohin policin, nuk njohin prokurorin, nuk njohin asnjë lloj formë zyrtare të shtetit. Menduar në fakt që të jetë qelluar drejt forcave të policisë, por duhet ta theksojmë që deri në këtë moment nuk është qelluar. Pra dhe nga akuzat që janë ngritur, pra dhe plagosja që ka patur njëri prej tyre, mendohet këtë ndodhur Erzenuka ka qenë plagosur në këmbë. Në kushte pagujdesie, por nuk është qelluar, sepse po të qelloj do kishim vrasje mbetur tentativë ndaj punonjësve të policisë, dhe ndaj tyre nuk është ngritur një akuzat tillë, janë vetëm akuzat e tjera, mbajtje baleje, thirrje. Dhe si arriti grupi negociator t'i bind të dy që të dorëzohen? Kto janë teknika që përdorin forcat Renea, fillimisht përdoren gjitha procedurat kur bëhet thirrje për dorëzim, janë rrethuar, është bërë me dije me megafone të tjerë me radhë që jeni të rrethuar, nuk keni mundësi për t'i shpëtuar forcave të policisë, më pas me kalimin e orëve dhe vetë janë lodhur dhe kanë arritur deri në një pikë që të binden, sipas informacioneve që kam unë, është tentuar edhe nëpërmjet familjarëve, që t'i bindin që të dorëzohen, sepse ka qenë një operacion me risk i cili mund të përfundonte me pasoja të rënda për dyja palët, qoftë për edhe për policinë, forcat e policisë, por patjetër edhe mbi dy personat e dyshuar, të cilët kishin një mini arsenal, ndoshta edhe një arsenal të mirëfillt armës, që nëse do t'i përdoreshin, patjetër që mund kishte pasoja. Pra këto armë që neve pam në foto, që i shohim në foto, regjia, nuk është tentuar në asnjë moment që të përdoren gjatë këtij operacioni. Jo, nuk është tentuar, janë mbajtur në duar, po themi. Janë mbajtur në duar, se ne këtu i shohim të varur në mur, ç'është e vërteta. Të paktën i gjithë operacioni, ky operacion është xhiruar nga forcat Renea. Është e përfshirë dhe në manualet dhe procedurat standarde, xhirohet për arsye që nesër, në rast se mund të kemi fatalitet apo pasoja, të jenë të dokumentuara të gjitha veprimet e forcës së neutralizimit apo eliminimit të elementit të armatosur. Ka patur madje edhe snajpera që janë vendosur përreth kësaj banese, sepse thash është cilësuar me rrezikshmëri të lartë ky operacion dhe ashtë më tepër, duke patur parasysh që Erzenuka ka një përgatitje të mirëfillt ushtarake. Jo vetëm se ka shërbyer pjesë e forcave të armatosura dhe komando. Ka dyshime që ta ketë vijuar, po themi, aktivitetin në fushën e stërvites, etj. me radhë, por hetimet janë shtrirë tashmë për të parë nëse i kanë patur tendenca për të rekrutuar nga grupet kriminale, apo në rastin më të keq edhe të jenë rekrutuar nga grupet kriminale. Dhe po thoja që aktiviteti i këtij lloji niveli, pra po flas tu për radikalizimin, dhe ne kemi një problem shumë serioz në Shqipëri. Pritë, do ta diskutojmë atë problem serioz. Por po thoja që vetëm e kemi të freskët, pra ka patur 7 vite aktivitet në Shqipëri për nxitje të urrëties etj. me radhë. Është arrestuar disa herë, ka lënë qelinë etj. me radhë. Kishte pasaportë amerikane. Kishte edhe pasaportë amerikane. Nuk u lejua disa herë të shkonte drejt Shteteve të Bashkuara si masë parandaluese nga autoritetet tona. Më pas u lejua të shkonte atje dhe brenda pak ditësh është arrestuar nga FBI-a amerikane, pikërisht një individ shqiptar i cili jetonte në Shqipëri, dikur kishte jetuar para se të vinte në Shqipëri në Amerikë dhe sot me sa di është ende po flet për një rast tjetër. Jo, për një rast tjetër e kam të qartë, po shumë i freskët për treguar që ne kemi aktivitet dhe tendenca të tilla. Ashtu tepër që kemi patur dhe historinë me luftën në Siri dhe ai ka qenë kulmi, po themi, i shfaqjes së këtyre individëve, sepse në atë kohë dihet që pati dhe hetime dhe organizime të shumta të shqiptarëve që donin të shkonin për të ardhmë ndihmë. Jo, atje po dakord, dhe unë e kam një pyetje këtu. Donin të shkonin për shumë arsye, edhe për shkak të pagesave pak më të mira ku shkonin, dhe ne nuk e dimë nëse u bë. Pagesat nuk është se janë marrë realitet, ishte thjesht një joshje se nuk ka patur pagesa atje. Mirë, jo, po
dua të them, nuk dim nëse u bëhet një test psikologjik këtyre individëve, qoftë kur shkojnë, qoftë kur vinë, se pa diskutim që vinë dhe me trauma nga lufta atje, po e rimari më vonë këtë argument.